Më vjen keq se më erdhi një mesazh këtu tani edhe më vjen shumë keq. Ka ndruar jetë Adi i Shenjtë, Papa Francesku, një njeri i jashtëzakonshëm. Unë kam pasur një raport personal me të. Më çonte vazhdimisht mesazhe me Argjipeshvin edhe më vjen jashtëzakonisht keq. Ai zgjodhi ta vizitonte Shqipërinë, të parin vend jashtë Vatikanit që vizitoi mbasi u zgjodh pap, pas një takimi që patëm së bashku, një takim të paharrueshëm. Në Shqipëri kaloi një ditë që ai vetë e konsideronte të paharrueshme. Tha dhe atë fjalën e paharrueshme që Shqipëria nuk ka harmoni fetare, po ka vëllazëri fetare. Ishte një pap ndryshe nga të tjerët dhe besoj që kam mirë kuptimin tuaj, ta nderoj me një minutë heshtje dhe ta mbyllim këtu takimin. U pret në paqe. Dhe më kujtohet që në takimin e dytë, që kemi taku disa herë, po në Vatikan, në audiencë me të, kam qenë 2 herë. Në takimin e dytë, e pyes i them, Adi Shenjtë, më duket se shumë armiq ke bërë, duke thënë gjëra që nuk i ka thënë kur një pap. Edhe se haroj kur, më tha, kryeministri tha, nëse nuk i them ato që kam për të thënë, tani që kam kohën me njerëzit, kur do i them dhe kuj do ja them? Krimbave, kur të shkojnë varë.